përgjithësi. Sot do duhet që ne të ishim duke diskutuar për vendimet e të mërshme që zyra rregullatorit e energjisë ka imponu bizneseve më të mëdha të Kosovës, bizneseve prodhuese, atyre që punësojnë numrin më të madh të punëtorëve në sektorin privat, por ky bllokim normalisht që na e pamundson një gjë të tillë. Me këtë rast, unë në emrin e Partisë Demokratike të Kosovës e shpreh solidarizimin tonë me mbi 140.000 punëtorë të mbi 1.000 bizneseve kosovare, të cilët sot në mas madhe janë duke protestuar simbolikisht, duke dalur nëpër rrugët magjistrale që rrethojnë Prishtinën, për të dëgjuar zëri tyre që deri tash është injoruar pikërisht nga qeveria dhe nga organet varëse të tyre, të cilat tashmë kanë vendosur që të shtrajtojnë tarivat e energjisë, jo më vetëm 16% siç na kanë shtrajtuar gjithëve për herën e tretë, po gati 300%. Është e turpshme që kryeministri në detyrë i krahason punëtorët e Kosovës, bizneset e Kosovës me grupet dhe bandat kriminale në veriun e vendit, të cilat në të kaluarën në shumë raste kanë bërë barikada dhe kanë bllokuar rrugët atje. Kjo është e turpshme, është e papranueshme dhe nuk duhet të ndodhte asnjëherë. Ne sot po flasim jo për 1%, siç e ka quajtur kryeministri, po për mbi 50% të punësuarve në sektorin privat, për mbi 35% të punësuarve në total në Republikën e Kosovës. Sektori publik i punëson rreth 90.000 punëtorë, ndërsa kompanitë të cilat do të rrezikojnë deri në mbyllje nga ngritja e tarifave që ka mundsu kjo qeveri dhe ZRE-ja që vepron në sinkron me ta, i punësojnë mbi 140.000 punëtorë. Pra, është vërtet e tmerrshme që kemi në detyrë një qeveri që jo që s'mendon për sektorin privat, për të punësuarit në këtë sektor, po përkundrazi u rrezikon edhe vendet e punës, sepse kur nuk e kemi pas më keq bilancin tregtar, i keni pas shifrat e ASK-s, nuk ka pas asnjëherë më shumë eksport në raport më shumë import në raport me eksportin, dhe këto veprime, këto vendime që hynë fuqi me datën 1 qershor, vetëm sot do të rëndojnë këtë situatë më shumë. E mes tjerash, nëse nuk ndalet ky vendim, për çka kemi kërkuar në vazhdimsi, kemi dhënë edhe argumentet tona pse, gjithsesi do të ketë ngritje të çmimeve të shërbimeve, të produkteve, të cilat do t'i paguajnë qytetarët e Kosovës. Gjë që do të ngrisë inflacionin më tutje e do të vështirësoj barrën dhe mirëqenien e familjeve kosovare. Partia Demokratike e Kosovës nesër do të fillojë betejën ligjore për këtë rast. Ne kemi shpresuar deri tash që do të ketë racionalitet, që do t'i thirrin mendjes, që do ta shtyjnë vendimin, sepse vërteta është që s'ka treg të lirë. Nuk mund të kesh treg të hapun kur e ke vetëm një kompani që shet rrymë. 90 të licencuara është një mashtrim, sepse 18 prej tyre nuk ofrojnë shërbim. Është vetëm ne, është monopol. Andaj, ky vendim është dashur që të shtyhet. Deri sot krijohet tregu i lirë i vërtet. Nesër do të bëjmë kundërshtim administrativ, si hap të parë, në zyrën e rregullatorit të energjisë për të vazhduar betejën ligjore deri në anulimin e këtij vendimi, sepse është një vendim i tmerrshëm që është krim kundër ekonomisë të Republikës Kosovës. Urdhani.